Përshëndetje miq dashur, siç e shihnin podcastin e Shpendgashit, kam ftuar Shpendgashin. Kam ardhur më njëherë nga Gjermania, ai ka për të bërë një intervistë, meqense askush nuk kujtohet për të. Dhe ka kaq shumë për të thënë dhe unë thash, okay, dakor, ti meriton një profesioniste që do të pyes. Ta din këta se cili je ti. Dhe ndërkohë që ti prezanton veten tënde, them dhe unë ai çik për veten time, bëjmë sikur njihemi për herë të parë. E di si po më bën këtë, më thonë e bën këtë hapjen e podcastit, sigurisht duhet kisha bënë një nga ato deklaratat, mami I'm gay. Po, shpendi po bën outing. Shpendis outing. Zoti më, vërtetë askush nuk mund ma heqi dot mua të drejtën për të ndjerë da krenar, një mashkull gay krenar da. Çfarë ke me gay tova? Mami, s'kam as lloj gjoje me gay, as lloj gjoje. Po Unë kam me agjendën. Ne kam me agjendën. Po çfarë agjende për shkakun? Me Sorosin? Jo me agjendën e Sorosit, e kam me agjendën liberale. Pse do thosh e kam me agjendën? Unë jam vivje lasha vivere për veten time, parimi im personal. Por individët që jetojnë në tuf ose në kope, duhet të duhet ca rregullator. Pra nuk mund të jetë vivje lasha vivere për 2 milion veta se pastaj kthehemi te lufta hopsiane, të gjithë kundër të gjithëve. Edhe pastaj do predominojë më i forti fizikisht ose më bullizuesi ai që të copton ty psikologjikisht. Janë për disa rregulla, i besoj apo nuk i besoj, unë ato kanë efekt në masë. Sepse masa duhet vendosur në kontroll, po jo në një kontroll diabolik, në kontroll që të ruhet një lloj balance e shoqërisë. Pra që do të thotë, unë kam shok të cilët mund të ndihen gay, kupton, edhe ma kanë thonë që unë jam gay, ata janë vëllezërit e mi, janë shokët e mi, sepse unë e njoh si shok. Edhe e di shumë mirë që ata gejt që unë njoh janë konservatorë në thelb. Pse janë konservatorë? Sepse ai nuk mendon se duhet të marrë dhe duhet të martohet tani me një burr, t'i futet këtyre. Ai ka dashur konservator apo të indoktrinuar, si thua ti? Nuk e di. Unë besoj se konservator, pra ai do të indoktrinuar. Unë besoj se duan të jetojnë. Pra nuk beson te doktrina konservatore, po beson tek konservatorizmi. Jo, unë besoj te individi. Unë besoj te individi. Ky individi është i indoktrinuar përderisa nuk e pranon atë ekzistencën e vet ashtu siç është? Absolutisht, domethënë që si konservatorizmi, si liberalizmi, si feja, si gjithë janë doktrina. Kështu që aty nuk kemi fare debat bashkë. Pra, ti beson te doktrina vetvete, domethënë që ti mendon që njeriu duhet të jetë i indoktrinuar? Unë besoj se njerëzimi duhet të jetë i indoktrinuar. Po? Po. Unë besoj te antidoktrina. Po, okay, është shumë e bukur. Është shumë e bukur kjo gjëja për plasja jonë ideologjike. Është shumë e bukur realisht. Se ti thua njeriu duhet të jetë i trushplar, unë them njeriu duhet të jetë trushplar. Jo trushplar. Unë them, unë nuk besoj fare domethënë që njeriu mund të jetë ndonjëherë variabël i pavarur. Këtë kam. Nuk besoj se je i pavarur si variabël. Pra, pse jo? Nëse ti nuk beson te pavarësia. Ja pse ta them. Kam njohur njerëz që kanë lënë metalin, metalar, drogën, alkoolin e gjitha me. Jetën e bukur të metalarit dhe janë kthyer fes. Po. Edhe un kam njohur. Radikalizëm që ti e ke parë tjetrin me kitare, që ja bëj kokës këtu, death, metal death, gothic death. Edhe e kam parë që vete prek një libër të shenjtë, siç është Kurani apo Bibla, falen, luten, vend kish, është e gjithë e drejta e botës tyre. Po. Unë merrem me procesin që do të thotë iku nga një doktrinim, edhe lirshmëria absolute dhe absolutizmi i lirive, doktrinash në vetvete, në thelb, sepse mblidhen shumë veta të cilët ndajnë të njëjtën pikpamje me ty dhe edhe aty ka një end regulator, le ta quajmë. Ka ikur nga një doktrinë, nuk ka ngelur në asnjë moment i pa doktrinuar dhe është futur një doktrinë tjetër që është religioni. Po, domethënë që është gjithmonë në kërkim të një doktrine për të gjetë vetveten. Absolutisht. Po mirë, dakord, kjo është si të kërkosh gjithmonë traun e ekuilibrit për të ndetë në ekuilibër. Po. Sepse ti nuk e kupton dot që je në ekuilibër nëse nuk gjen një tra për të ecur mbi të. Absolutisht. Por unë mendoj për shembull, nga sa kam kuptuar unë nga jeta, që ke kuptuar shumë, ke kuptuar. Që doktrina. Po kam. Këtë kam. Po mendoj që doktrina për shembull është
është e panevojshme nëse ti e gjen ekuilibrin brenda vetes tënde dhe ti e gjen lirinë brenda vetes tënde dhe ti e gjen kuptimin, domethënë ti patjetër që krijon doktrinën tënde, që mund të jetë doktrina e pavarësisë, e lirisë edhe një lloj analize e vazhdueshme që bën ti në lidhje me fenomenet që ndodhin në jetë, për të kuptuar çfarë të duhet ty, çfarë të duhet ty, po pa qenë e varur nga një lloj doktrine e caktuar, për shembull religjion apo ka njerëz që jetojnë të pa indoktrinuar? Po, unë jam vetë pa indoktrinuar. Pse e quan veten pa indoktrinuar? Jam e pa indoktrinuar sepse jam gjithmonë analitike në sensin Një dekartiane. Po, pak a shumë mund të them. Po, domethënë analizoj vazhdimisht atë që shoh, sipas mënyrës time dhe unë besoj se universi na ka dhënë, domethënë truri i njeriut është një lloj universi, është një lloj riprodhimi i universit. Dhe funksionon një lloj siç funksionon, siç funksionon universi. Dhe besoj se njerëzit komunikojnë me njëri tjetrin përmes telepatisë, besoj tek kjo, tek telepatia, tek idetë e përbashkëta, tek idetë, për shembull, kur shoh që Elon Musk ka krijuar një shpikje, them këtë e ka menduar para 50 vjet. Po. Ose jo para 50 vjetësh, se nuk jam aq e vjetër, po e ka menduar kur isha fëmijë. 20 vjetësh, po. Dhe sinqerisht që ka ndodhur. Por kjo nuk do të thotë që Elon Musk ka kopjuar mua, kjo do të thotë që idetë transmetohen, pra përçohen. Telepatia, mendimi përçohet. Ne kemi fuqinë që të komunikojmë me njëri tjetrin në mënyrë të pavetdijshme. Po. Dhe duke patur këtë lloj arme kaq të fortë sa ç'është mendja jon, ne nuk kemi nevojë që të indoktrinohemi apo të funksionojmë në një sistem caktuar sipas disa kritereve caktuara, sepse kështu duhet, pa ngritur pyetje caktuara vetes tonë, pse duhet kështu. Dhe kur ti ngre pyetjen pse duhet kështu, atëherë të dalin edhe të mirat dhe të këqijat, pra ti bën një lloj bilanci, shes, zgjedh, a duhet, as duhet, edhe si duhet, si do ishte më e mira. Pra njeriu i ngre vazhdimisht pyetje vetes. Po. Dhe kjo më ka bërë mua të pa indoktrinueshëm, sepse jam vazhdimisht e vë në pyetje diçka që më serviret, nuk e marr si të mirëqen. Doktrina në përgjithësi është diçka që njerëzit e marrin si të mirëqen, pa e vënë në diskutim, pa e vrarë mendjen. Tani kam një pyetje që më vjen natyrshëm. Po. Sa veta njeh ti që din ta përdorin atë armën e fuqishme universale që është truri? Dhe e dyta, plotësuese është, a jemi ne të dy që jemi dekartianë dhe kemi disa të ngjashëm me neve, që do unë e dyshoj, çfarë do lloj jam dyshues. Do thënë, rri e pleqëroj me veten time, qysh si tek, a ja vlen as ja vlen, edhe nuk më personalisht nuk kam idhuj, dhe unë kam qytur minus të vetja, që do të dorë vllai, këta shikojnë Mandela, Sali Berisha, Fatosnano, X, Y, I don't give a flying fuck at all, kupton, sepse ishi vdekshëm si puna ime. Ky është mendimi i parë. Dhe kam atë problemin e atashimit me njerëzit, të kultit individit. Ndoshta vjen si pasojë e karakterit tim, nuk e di se si qysh, por kam kuptuar një gjë, Zhak, që kam dhënë formë pyetje. Mos është formë duplicitetit, pra neve të dy e kemi pranuar që ne nuk kemi pjesë e lavazhit permanent të trurit botror, por jemi të detyruar dhe të mallkuar që të jetojmë brenda këtij lavazhi, dhe unë flas vetëm për jetesën brenda këtij lloj lavazhit të madh, jo çfarë zgjedh unë. Se unë ta thash, vivi e lasha vivere për veten time. Po, unë për shembull nga ty ndryshoj në këtë gjë që ti, nëse ti e konsideron veten të detyruar dhe të mallkuar, unë e konsideroj veten me mision që ta ndryshoj këtë realitet. E bukur është. Kështu e kam parë gjithmonë. Mendoj që çdo njeri ka një mision të caktuar. Sepse unë besoj tek Zoti, po nuk besoj tek doktrina, nuk besoj tek feja, nuk besoj tek religioni, dhe besoj jemi të përbashkët në këtë. Dhe duke qenë se unë besoj tek Zoti, besoj edhe tek fakti që nuk ka asgjë të rastësishme në këtë botë. Po, nuk ekziston rastësi. Nuk ekziston rastësia, dhe gjithçka që ndodh sepse ne kemi një mision caktuar, cilin duhet ta përcjellim. Po. Për të tjerët. Pra nuk jemi vetëm të vetes tonë, por jemi edhe të komunitetit. Të komunitetit në cilin. Po nuk bësh pjesë e doktrinës me këtë? Po jo, nuk bësh pjesë e doktrinës, sepse ti, të paktën, misioni im është që unë ti ç'indoktrinoj njerëzit. Pra, tu them njerëzve
tu jap gjithmonë një këndvështrim tjetër nga ai që jepet që merret si i mirëqen. Pra, tu hap njerëzve syt, tu hap një dritare të re, tu servir një këndvështrim të ri në lidhje me një gjë. Dhe mendoj që ky është misioni i çdo njërit prej ne. Pra ne të gjithë kemi një mision në jetë. Dhe varet sa në gjendje jemi ne që ta perceptojmë këtë edhe ta çojmë përpara, duke qenë të indoktrinuar, ti nuk e kupton dot që ti je misionar. Po. Sepse indoktrinuari është dele. Po ti dhe është gjithmonë në kërkim të një bariu. Ti ke dalë asaj. Po unë i kam dalë, po Unë i kam dalë indoktrinimin. Po, edhe ti, po. Domethënë ne nuk jemi në kërkim të një bariu, ne jemi barim vetë. Pra, edhe neve në thelb, thënë troshtani, që ne jena shumë të dashur me njëri tjetrin. Po. Edhe neve po shesim një indoktrinim në thelb. Që hiqe atë barion se ja ku i ke barind. Po, ose jo, dakor, mirë. Kjo është pa e marrë mirë tani. Po. Domethënë, unë që bëj këtë podcastin që është anti-establishment, misioni im është të them njerëz mos u skllavëroni më se na lerut nënën. Po. Se vendimet tuaja të gabuara si dele na djegën edhe ne të tjerëve. Patjetër. Po. Qëllimi jot është kur po pihet kaq shumë drog. Po. Që neve e shohim, pse nuk e legalizon në vllazë ta kontrollosh? Unë ta kuptoj bon sensin e gjës ty. Se si do të përdoresh ti, e si do përdoren fjalët e tua, e si do dalin konservatorët me një grua të 6 dashnore nga pas, që të thënë Zhaku është idiote, Zhaku është kurv është gjitha me radhë, do t'i kesh, ti je mësuar të rjetën me kohë. Jam mësuar edhe, jam mësuar unë që çfarë më kanë thonë zemra ime. Çfarë nuk më kanë ulur. Nuk e ke ide domethënë që kur i shoh ato. Po se shpishajnë çik nga inati, nga familja, nga gjitha, nuk e di. Jo, e teprojnë, janë shumë sadistë. Fiks është sadizëm. Shumë sadist. Është sadizëm, a kupton? Dhe unë ta kuptoj ti. Por hajde mbushja mendjen shqiptarëve. Që diçka që ti nuk e kontrollon dot, që nuk fiks nuk e kontrollon dot, po ti mund ta menaxhosh. Po pra, edhe e kthen në shërbimin tonë. E kthem shërbimin tonë. Dhe jep ule edhe kriminalitetin, rrit punësimin, cilësinë, bëhen shumë gjëra përmes saj. Prandaj unë mendoj që në Shqipërinë kushtet e Shqipërisë është e domosdoshme që të dekriminalizohet shoqëria se janë të gjithë të inkriminuar. Pra, pikërisht për këtyre doktrinave, për këtij lavazhi truri, është shkatruar shoqëria në një masë aq të madhe sa që njerëzit nuk mendojnë më me kokën e vet, pra kanë frikë të t'japin të drejtë, sepse u duket sikur është një tabu, sikur është diçka për cilën nuk duhet e marrin të mirëqen që nuk duhet folur për këtë gjë dhe nuk e vrasin mendjen, ore po ta shoh një realitetin sy, ta kuptoj një herë këtë çfarë është duke thënë kjo, ose kalojnë direkt me të shar, ose domethënë nuk i japin vetes mundësinë, ja heqin vetes mundësinë e të elaboruarit të një alternative apo të një varianti të ri të mendimit, të një këndvështrimi që me të cilin nuk jam mësuar, që është jashtë doktrinës. Që t'ishte një lloj si thua ndikimi shtetëror ose një lloj propagande me efekt në mas pozitiv, që t'ishe forcuar arsimi, më indoktrino, më bëj idiot, më thua shkolla është shumë e mirë se do të çash para. Nuk ka probleme, dhe sigurisht të zgënjet nesër nga shkolla. Strukturimin e mendimeve, bagazhin e mjaftueshëm për të qenë normal në jetë e ka marrë. Do bëhet një teknokrat shumë i mirë, ndoshta nuk do bëhet shkencëtari më i madh, nuk do bëhet CEO më i madh, po do ketë. Ktu po kalon një kundër propagandë. Pra, këtu jemi në kushtet e mesjetës, së errët, gjysma e shekullit 6, deri në shekullin e 10. Pra, këtu janë disa feudal që bëjnë orgjira pafund, drogra pafund, perversione pafund. Pastrim parash pafund. Pastrim parash pafund. Kartele droge pafund. Na dalin na bëjnë si krye familjar, na bëjnë si burr shtetas, na bëjnë si gra shtetase. Hipokrizi totale. Duke shkatru arsimin që është truri dhe zemra e një kombje. Duke kthyer njerëzit në përdorues kokaine të frikshëm. Unë e urrej kokainën personalisht, e urrej tërë jetën time kam për të bërë propagandë pozitive, duke thënë njerëzve hiqni dorë sa jeni në kohë, sepse do t'i ndjeni pas 40-ave efektet që ju bën. Se kur je në atë, djesh euforik, thua je në qinç, je më i fortë, je më i bukur, je më i zgjuar, je gjitha.
i shikon në Amerikë, në Gjermani, se si kanë përfunduar mendjet më të mëdha nga abuzimi me drogat. Por duke parë në konditat e një shtetari, siç pretendoj të jem nesër ose pas nesër, këto janë disa gjëra që populli shqiptar, shteti shqiptar do duhet përballet. Neve humbëm Lazaratin, që është me ty mund ta bëj lirshëm këtë muhabet, të lloj gjë. Po, se kam qenë dhe Lazarat. Me 4 miliard GDP-ja marrë dhe mira dollar. Si do ishte në buxhetin e shtetit? Sa vende pune do hapeshin nëse do bëj një fabrikë? Merre Gjimbelushin. Merrin tjetër, mos merr ta narkomanët tan. Ti kthesh nga bosa karteli, ti kthesh në biznesmen të ligjëruar. Jo, me ata duhet marr. E di pse, shiko, më fal që po të ndërpres. Patjetër. Ideja ime është që pikërisht ata që e kanë kryesuar kartelin deri tani, ata duhet të futen në sistem dhe duhet që ato para që do investohen për shembull në një bank. Ideja ime është i gjithë paraja që qarkullon në zezë, që fshihet, të futen në një bank investimesh, e cila të investojnë në legalizimin e kanabisit, industrializimin, legalizimin e përdorimit, etj, produkte farmaceutike, kozmetike, të gjitha. Se bëhen tekstile, bëhen letra, bëhen shumë gjëra me kanabis. Sepse shqiptarët deri tani 35 vjet janë bërë mjeshtra të prodhimit të kanabisit, pra marijuana, lazaratit, të shkosh në një coffee shop në Holland, e gjen është një nga brendet më të famshme aty edhe më të shtrenjtat. Dhe është brand, pra atë duhet ta shndrosh në brand dhe njerëzit të cilët punojnë për atë të jenë të siguruar, të punojnë tamam siç duhet. Dhe ti ke kontroll edhe mbi cilësinë, rrit edhe turizmin, rrit të ardhurat që vinë, janë konkrete, nuk janë më fiktive, sepse ekonomia në Shqipëri është informale komplet. Gjithashtu, këtu duhet legalizuar prostitucioni urgjentisht, sepse është një aktivitet, jo vetëm shtëpi publike sa ato ekzistojnë, po edhe vajzat që janë apo djemt apo personat që janë duhet legalizuar, se i kanë gjithë, bëhet. Thjesht duhet pranuar dhe duhet futur në sistem. Janë motrat tona. Murgeshat e të nesërmen. Të pëlqen si cilësi murgeshat e të nesërmen. Po s'ka vetëm gra, ka edhe burra. Jo, janë shtuar më shumë ta. Gjinia jona është po ti të ka qelluar në njëherë të shohësh. Të ka qelluar në njëherë të shkosh në për festat e grave në 8 mars. Jo, nuk më pranojnë. Nuk më pranojnë, do dihesh shumë i rrezikuar zhaku. Ma të shallin një herë. Mund bëj një super performance. Nuk e di. I pranojnë shumë leshator apo? Po, ashtu e duan pak si majmun. Macho. Primitiv. Ti biesh e qoksit. Dhe duhet ndryshuar kodi penal, mendoj unë urgjent, se po futen njerëzit në burgje për i cigare bar, domethënë këtu ka disa absurditete një herë, janë mbushur burgjet me 20 vjeçar, edhe thjesht sepse kapet me një cigare bar, domethënë këtu e para njëherë nuk ndryshojnë dënimet kur ty të kapin me bar, me heroin, me kokainë. Është i njëjti dënim. Që për mua është absurde, se ti s'mund ti ato janë janë të ndryshme, kanë të tjera efekte, kanë të tjera rëndësi, pra kanë të tjera vlera edhe monetare. Është që këtu fillon problemi. Tjetra është në një realitet si Shqipëria, ku politikanët kanë qenë arsyeja kryesore pse ky vend degeneroi në këtë mënyrë. Që u krijua çdo gjë në funksion të shitjes drogës, bërjes drogës, të konsumimit, të prostitucionit, të pastrimit parave. Këta tani që na çun në këtë drejtë, që shkatrun arsimin, që shkatrun pronën, çdo gjë dhe të ardhmen që i largun njerëzit, që e hoqën perspektivën, meritokracinë, çdo gjë që e zhytën Shqipërinë korrupsion, në informalitet, në evazion fiskal, ç'a ti thua tyre? Këta njerëz e kanë për detyrë që këtë produkt, që është produkti i tyre, ta legalizojnë. Do legalizojnë dhe veten më shpejt, se këto ngelen tani janë me kokë spak, trupin koltuk. Ti nuk mendon që i ndihmon dhe këta të krijojnë një amnisti fiskale dhe penale tani, ta fillojë gjithçka nga viti 0. Zemra ime nuk mund të fillojë dot nga viti 0 nëse nuk bëhet përjashtimi i arkitektëve të këtij sistemi.
Domethënë ti merr amnistin, po mu hi qap. Atë them dhe unë, bravo, atë them dhe unë. Pra merr amnisti dhe shtuku. Të dalin për këtë lloj kauze, për këtë lloj kauze për atë zot për amnistin, për të filluar nga viti 0, të harrojmë. Po për atë zot 100%. Semra ime, bravo. 100% ke. Për amnisti fiskale edhe amnisti penale, të fillojmë nga 0, ta fshim historinë 34 vite tranzicion. Ti legalizojmë gjithë. Legalizohet, çfarë mund të legalizohet? Se ka dhe një i legalizon gjithë, e di. Fillohet me legalizimin e barit, njerëz është turp. Po jo vetëm i barit, të duhet i lekut njerëz që shkon nëpër offshore nëpër botë. Disa miliarda euro janë. Shqipëri ka lek të papar, më beso. Se unë e shoh çik më nga larg, ka shumë lek që qarkullon këtu në CES. Dallohet o Dhe këta njerëz që kanë 35 vjet që e bëjnë këtë punë, pra organizatat kriminale shqiptare, janë më kryesorët, janë të dytat, tretat në botë. Kjo tregon që ata janë njerëz shumë të zgjuar që ti përjashton nga sistemi. Kanë shumë lek, kanë kapital, futin sistem, lëri që atë biznes që ata e kanë të legalizohet, se do futen njerëz të tjerë në punë. Dhe filloj nga zeroja, zhduki këto, do me thënë fali, bëj amnisti për të gjithë, le t'ikin këta politikanët që e kanë sjellë Shqipërinë në këtë dereqe, të dalin figura të reja, ta marrin situatën në dorë, dhe pastaj bëu shteti fort. Pastaj thuaj, ti dash gjithë të mundësi. Po më bëre gëk-mëk, do të thy brinjot. A do ta dëgjosh mendimin tim? Po. Në qoftë se ka një personazh model politikane që unë e marr si busull në tërë botën, është Lee Kuan Yew. Po. I Singaporit. Po, edhe mua më pëlqen shumë, e dua shumë. Pse? Sepse ishte danoç me D të madhe edhe me Ç të madhe, kapital gjitha. Po. E mbyllim historinë. Po. Pa që po vidhnim prapë që e morën atë reformën e veta, duke marrë hajt se po ja fusim se është i pafuqishëm. I kalbi në përburgje gjithë këta. Rriti standardin në rrogat, un kam 2 vjet laliot në përmedia, pastaj ma mbyllin gojën se mos thon një herë, mos thos se merr për tema idiote, kupton? Hajde placim për çapo do të spaku, jo, mos vetet e showbizit, nuk vetet e showbizit. Kam një problem, unë e dashuroj femrën, qendrin e femrës edhe nuk mund të flas për qendrin e femrës me një vajzë që do ma kuptonte bot kuptimin. Nuk mund të flasësh dot kot se dalin këto hipokritet. Ti the femër, kjo është mizogjene. O ti Gesù bambino, unë thon femër se ç'a më thon mashkull më thon ty. Femra, gruaja, po të gruaja. Jo, nuk jam me këto ekstreme. Këto janë idiotliqe. Biles jam për shumë këto nga këto të feminizmit. Unë e quaj feminazizëm. Marrin ca para për projekte idiote që mendojnë edhe. Po unë për shembull nuk besoj te kuotat, e di pse, sepse kuotat zhbëjnë meritokracinë. Unë besoj te meritokracia. Dhe nuk janë fare kuotave, më duket absurde. Për mua nëse vajzat dhe gratë e këtij kombi janë shumë më inteligjente se sa neve, le të jetë 90% me femra. Le të jetë meritokraci, për mua s'ka rëndësi është mashkull, femër, nuk ka rëndësi. Sepse politika nuk ka gjini. Po këtë nuk e kuptoj. Jo vetëm politik, jo vetëm sidomos politika. Në çdo gjë, se kuotat në çdo gjë janë antimeritokratike. Dhe unë dilat e këto, këpëratish merrin për gjeopolitika me gjonat. Më shmangni nga këto aktualiteti përditshëm, sepse ishte linja editoriale e fugës, që shikohet se ky vëlla është zë që i ngacmon që këta opozitarët. Se fuga me vërtet bën ligjin, ëh? Absolutisht po. Se ai e përcakton për shkak. Ai e përcakton linjën editoriale sepse është PR-i i partisë në pushtet, është shumë e thjeshtë. Po kush e jep aty këtë pushtet, si mendon? Mreti. Pra e bën Rama, jo fuga. Mreti, jo Rama. Mreti hapë rubinetin, se si vete uji me kanale përcakton fuga. Pra fuga që ka drejtori kanalizime. Drejtori kanalizime. Edhe thosha, ore vlla, edhe e kam diskutimin për ty. Po. Unë nuk besoja marrë mira që kryeministri vëtin tim, që ka fatin e 2 milion shqiptarëve, 1.600.000, 2.200.000, mos bëjmë debat për censusin, po e marrim zyrtarin 2.200.000, të mund të bëj punë efikase për 2.500.000 lekë në muaj. Nuk ka shanse o vlla. Pse ai që ka rrogën? Ai që 2 milione mund ta kenë rritur çik deputete, ka vajtur 3 milionë gjys. 4 milion. Dëgjoj pse se ka shumë rroga për një sekond. Rroga kryeministrit. Po. Rroga deputetit. Po. Rroga kryetarit të partisë. Po. Rroga. Jo s'ka kryetar parti apo ka rrogë kryetar. Paska. Prandaj po bën gjitha kryetarë. Çfarë bëhet? Çka ka tjetër? Tash edhe rrogën e kryebashkiakut. Po, e ka dhe rrogën. Po,
Edhe rrogën e Alex Sorosit, se kush dhe më, Alex Sorosi. Që si është ideja Lalit? Si do që t'jen këto rrogat, e unë thëmë, sa videt këtu në Shqipëri, se bëhet pajtimi kombëtar, dhe unë jam për këtë pajtimin të kjo mund të qëtë, mos qëtë as legalizimi të bajrës, kjo duhet një pajtim kombëtar. Po, madje, e di qarë edhe me armët, unë kam një ide, që edhe armët duhet me amblesur e njerëzve duke bërë muzeume në çdo qytet Shqipërisë, dhe thuhet me këto armë, pra, bashkëpronar me qytetin të jenë edhe këta që dorëzojnë armë, me cilat kanë bërë krime. Të marrin lek nga të ardhurat që do vi nga biletat. Mund të kjo, je 50 vjet pas më zama. I jepet dhe amnisti. Je 50 vjet. Po 50 vjet e ti ku jeti tani me këtë? Jenë 2075-ën. Dakor ti me mua, po mirë për tash ka dhe këtu Elon Musk. Ka pacientër zama. Tu ka pacientër. Tu ka pacientër. Po ne jemi krye pacientër. Po të rrem pavioni X. Edhe po thoja. Rritja rroga më 25.000 euro në muaj, 30.000 euro në muaj. Kryeministrit më. Po të gjithë shtetarëve, të gjithë pushtetarëve. Sa ai Lia i Singaporit. Po Lia e Singaporit janë ta pyesim kemi ai shtebëm të gjithë sa e ka Lia Singapore. Kemi si vllaun ton Hello ChatGPT. Po. Si jeni se kanë përdorur asnjëherë ChatGPT. Si jeni i nderuar. Jam kundër. Unë nuk jam kundër fare zamrat se këtë sekretare shumë e mirë. Të zgjedh punën kjo sekretare që gruaja nuk do bëj kur xheloze. Me mirë se Alexa? Po Alexa e bën çka. Më ëmbël pak. Më ëmbël. Sa është rroga e Li Kuan Yi dhe zyrtarëve në Singapur? Sa ishte ja bëjmë edhe gjatë jetit. Edhe të lutem. Na e thuj në lek. Të lutem, na e thuaj në dollar. Në lek të reja. Na e thuaj në dollar. Në lek të vjetra, në lek të vjetra, lek të vjetra. Sa është tingëllo më shumë. Filloj. Qa thote? Li Kuan Yi, themeluesi. Ka shpejt i gjeti mu? Sekretare ime është. Jeta. Li Kuan Yi, themeluesi dhe kryeministri i parë i Singaporit, shërbeu këtë detyrë nga viti 59 deri në 90-ën. Gjatë kësaj periudhe të dhënat specifike mbi pagën e tij nuk janë publikuar gjerësisht. Megjithatë, është e njohur se qeveria e Singaporit ka ndjekur një politikë të kompensimit të lartë për zyrtarët e saj të lartë. Me qëllim të tërheqjes dhe mbajtjes së talenteve më të mira dhe për të minimizuar korrupsionin. Këtë jam unë. Kështu që ka edhe unë jam dakord me ty. Atëherë, për shembull, në vitin 2008, paga vjetore e kryeministrit të Singaporit u raportua të ishte rreth $3 milion amerikan. Në vit. Në vit. Po mirë, hajde, se doja bëjmë rrogën Sali Berishës. Rrogën Sali Berishës, nëse bëhet kryeministër për 4 vite, duhet të ketë të paktën për 4 vite duhet të ketë 4 milion euro në bankë. Po e marrë të mirë ajo, Po pse do bëjmë Sali Berishën kryeministër tani? Po sepse shikoj erdhi Lasi Vita tash u mbyll. Do e bëjmë ku Sali Berishën kryeministër, si më. Sali Berisha është kryeministri i jashtëm. Po mirë, dakor. Doktor. Dgjoj. Unë Sali Berishën e bëj kryeministër vetëm me një kush, doktor. Ka mesazh direkt. Bebe pra doktorit se na ndjek, është ndjek si podcastin. Amnisti fiskale dhe penale. Po. Legalizimin e drograve, prostitucionit, ndryshimin e kodit penal, mos i fusim më kalamajt të përburgje për idiotësira. Ti pastaj bëj këto të gjitha, merr dhe amnisti fiskale dhe penale, të kam puthur, do ta bëj unë një mojito, do ta presun biletën, të shkoj në Kubë, do të çoj bilet vet në Kubë aty personalisht, do rri një javë me ty aty të bëj një xhiro, të tregoj vendin. Do të bëj edhe ca mojito atje, edhe vetëm ik. Dakor? E kemi dealin me doktorin. Shpend gashë mirë ato mesazhe, kaç kemi. Shpend gashë mirë ato. Un jam që doktorit, edhe shumë doktorave të tjerë do vinë. Po. Le ti bëhet 1 milion euro viti. Po. Si kryeministër. Këti doktorit më? Po pse pak leka kë? Një sekondë. Apo flasim tani për pajtim kombëtar. Apo flasim për amnisti penale, për amnisti fiskale, për amnisti
ekonomike. Tash ta harrojmë se çfarë mund të ketë bëu doktori Edi Rama e XY. Jam dakord. Nëse amnistohen gjithë. Nëse amnistohen gjithë. Po mos na dali doktori Lalieri jo kështu pa ashtu. Tani kush është pjesa ime e dytë e backupit? Se gjithë thon gash, këta ta fusin, çoja rrogën ti të gjitha. Krahasimisht dhe paralelisht me rritjen e rrogave, ndryshohet edhe kodi penal që $1, 1 cent të vjedhura nga një shtetar zyrtar i lartë, qoftë ai edhe në fshatin më të humbur të Librazhit në Zgosht. Njësia administrative në Zgosht do 6 orë tikësh në kom. Nga Librazhdi. Po, Librazhdi shumë keq e ka lënë Tauland Taulandi mendon për hallet e Shqipërisë, nuk e ka ngel për hallet e Librazhit. Për hallet e Librazhit. Pret njerëzit mbante edhe motoristët. Jam ministri i brendshëm. Jo, ai është tash i diasporës, merret me Librazhin e diasporës. Ka qenë në Behar ishte me. Ku është Librazhi i diasporës? Ishte i brendshëm, Cili qytet i diasporës mund të jetë Librazh? Qytet diasporës në Librazh. Analogji. Analogji. Librazhde. Dortmundi do thoya pa. Jo. Jo Dortmundi? Detroit. Svensingen ishte një qytet në Baden-Württemberg afër Epelheimit edhe Heidelbergut. Ja kupton? Svensingen, atje ishte vetëm një rrugë me 5 shtëpia. Mi aty ajo është zona Tauland. Krahas rritjes së rrogës që ti kërkosh përgjegjësi, futet ligji në detyrë për shtetarët e lartë ose zyrtarët e shtetit, tradhti kombëtare, vjedhje e 1 centi. Edhe shikondi, vjedhin mokta apo nuk vjedhin më? Si do gjykosh Xhaxhiedin ti për shembull për tradhti kombëtare? Xhaxhiedi në këtë raport, në këtë dimension. Xhaxhiedi, nëse unë do kisha mundësi që të isha gjykatësi, do t'ja kisha hedhur çelësat në det. Për këtë gjë, për tradhti kombëtare. Për tradhti, e di pse e ka tradhuar kombën Zhaku? Po kur jam, tregon çka rastet se edhe unë kam cilësuar disa herë tradhtare atë në këtë gjë. Ai në radhë parë ka vrarë Arsimin. Xhaxhiedi apo Saliu? Xhaxhiedi. Jo Saliu? Saliu e vrau, po arriti një lloj balance sepse si shtetar, do ta thotë Shpendgashi nga një urit politike pa pikë emocione, se unë bojkot sikur kam emocionin politik, po s'kam emocionin politik, sepse i shikoj me në fund ditës politika është armiku jon. Ne qytetarëve thjesht, ne duhet ta balancojmë, po njerëzit se kuptojnë këtë, vend si tifoza. Me të vërtetë e hapi Sali Berisha vitrinën kristalin e gjitha, dhe sa universitete tjera që s'duhet i përmend sepse jam konflikt interesi me disa prej pronarëve tyre, jam zënë personalisht dhe duket sikur i bie në brezet e s'du me i bu marketing. Po jo, u shkatrua edhe shtetërori, mos harro, sepse edhe në shtetëror për shtetorin të flas Lali jote se çka ka ndodhur në shtetëror, se kam qenë vetë, kam prekur vetë ata. Por Berisha pati diçka, e lakët, e hapi, por e shtoi stafin pedagogjik edhe në kohën e Berishës, neve mund të krenoheshim me një zysh të mirë ose me 2 pedagog apo 3 pedagog të mirë. Sepse linde një lloj është shtetar, ka qef, se të thuash tani Berisha është ëngjëll, nuk ka qef pushtetin, do isha unë të krye debili i Shqipërisë ta thosha që Sali Berisha është viktim, nuk e ka dashur kur pushtetin, se duket në aurën e tij, jo në sy, në aurën e tij që ai është pushtetar vëlla, do pushtet. Por ndryshe nga Edi, Sala është politikan i rafinuar, pra dita ruaj balancën për të hirt vetes vet, që mos i dali situata nga kontrolli sepse mendon elektoralikisht. Edi Rama, duke pasur një lloj neverie patologjike për të diturit, sepse është ndjer gjithmonë i kompleksuar nga njerëzit inteligjent, dhe ky është defekti i personalitetit vet. Po ku e ke vënë re këtë? Po e kam vënë re tek arroganca, te mënyra se si ka poshtruar rektorët, se si ka poshtruar studentët, se si na ka poshtruar neve në përgjithësi, dhe se kë ka vendosur në krye të Ministrisë së Arsimit dhe se si e ka hartuar atë ligjin e arsimit. Tani, ta thot Shpendit pse mu dojgjë më doktoratura. Po, pse? Sepse unë nuk isha student prioritar, se nuk plotsoja 1 nga 3 pikat që nuk i plotson dot asnjë në Shqipëri. Për shembull? Të tipit, ti duhet të bësh, duhet të kesh punë në një OJQ. Vërtet? Po, 2 vjet të paguara, po. Duhet të kesh punë në një OJQ? Punë në një OJQ, 2 vjeçare. Ligj shqiptar ky? Ligji i arsimit shqiptar. Tani vendosur në 2015-ën. Në kohën e Ramës. Po, në kohën e Ramës. Dhe kanë hequr IAL, është shkurtimi i Institutit të Arsimit Lart,
kanë hequr nga IAL-ja universitetin. Pra, universiteti nuk quhet Instituti i Arsimit Lart, që bën baza shkencore, po baza shkencore është thjesht godina, institucioni që na parapërgatit neve, por që ti jesh i licencuar dhe të futesh si kriter doktorature, ti duhet të kesh 2 vjet të paguara siguracionet në një OJQ, ose të punosh te Instati. Është futur njëra ose të punosh te Instati, po. Instati tani për gjithë pacientët është përpunimi i të dhënave statistikore, që do të thotë aty bëhet agjencia propagandistike. Aty bëhet shkencë sa gjyshja ime është e virgjër. Sa është probabiliteti që gjyshja ime të jetë e virgjër? Gjyshja ime pati 8 fëmijë, po e virgjër vdiqa, kupton? E qepëm nonën. Rameti pa shpirti se kam dashuri edhe atë femën. Tani, si ka mundësi që unë punoj në universitet, me kontratë pjeçme, normale, se duhet t'jepi ose 7.000 euro të rektorët, ose bësh e servilin, unë as 7.000 euro që kisha, po dhe po t'i kisha një tjetëve se japë se. Po dhe servilin tash kam servitur këtë muskulin këtu e zamra, jo këtë muskulin lapën, nuk lëpi sholl. Dhe nuk jenë student prioritet vetëm për këtë lloj çështje. Dhe kanë hequr të dalit publike, botimin që mu kanë bërë në institut, se ke kriter, qa po më duhesh mos e delti në për televizor. Po dalja me vlla, se unë kam, nuk po dal për klon, o ti, Gjezu Bambino, unë nuk kam vajtur të përputheni dhe po gjej dashnorin e radhës. Unë po dal me Zhakun, po dal me kryeministrin, po dal me deputetin, po dal me zëvendësministrin, po dal me ministrin dhe po bëhem zëri publik i atyre njerëzve që janë hije. Tashi unë kam një çik vlerë intelektuale dhe kjo gjëja e marrë dhe mira. E kam më bërë. Nuk ma heq dot këtë, se unë e di që e kam. Qa bëhet? Zgjidhet departamenti i shkencave politike, zgjidhet nga 8 veta që votojnë, 4 vota pro, 3 vota kundër, 1 abstenim. Tani ma thuaj do të di mua, një intelektual, si mund të abstenoj një pedagog për doktoraturën tonë? Jo, për zgjedhjen e kreut të departamentit. Si mund të abstenoj? Abstenon shpendi një djali lindur në Libofsh që nuk e njeh sistemin e votimit, thotë që unë se votën këtë, vota ime nuk i shkon. Ai nuk e di që vota jote bëhet vlerë për atë që është në pushtet. Se s'ka se si ta di ai shkreti. Po një pedagog që prezumohet ta ketë IQ në mbi mesataren, që ka kapacitet intelektual, që këtu bëhet një pislik. Që këtu duket që është e stisur. Duke u futur FRPD-ja, Freshi, Leshi, Preshi, ja futur të gjithë militantët e partive kanë kapur këshillin studentor. Shtu, ë? Nga ana tjetër, hajduta me çizme. Hajduta me çizme. Në Elbasan njepte notën për thes me patate në Universitetin e Elbasanit. Bora Muzhaqi, ministri i rinisë dhe sporteve dhe bla 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 çka ajo, thot është njeriu gafave. Prindrit e mi u ballëngjyen shumë kur takuan mamin dhe babin tim. Kupton? Është ministra ajo, ti. Motra ime është ministra. Qa, është në doktoratur, po bën doktoratura? Jo, e ka marruar doktoraturën, është ministra, ajo firmos doktoratura tonë. Ashtu, ë? Po. Pse ajo Bora i firmos? Bora certifikon, po ta njohë Ministria e Arsimit, kush ta njohë? Po jo, nuk është e arsimit, ajo është e rinisë. Llafi që bie më. Kuptoni, ajo certifikon më. Ajo certifikon, janë të panjohur. Po jo, është kjo pra, është Manastirliu. Po Manastirliu kaloi nga shëndetësia, rregulloi shëndetësinë, po rregullon arsimin tash. E kuptoj. E viz kushi me mesatare 5. Tash si mund të jetë ministri i arsimit me mesatare 5? Lindita Nikola me 6.2 mesatare. Skandal. A ke dinjitet, a ke integritet? Pra, unë e shikoj që Rama, kur mbase Rama mund të jetë njeriu më i mirë i botës, edhe unë po i bie në qafe, qofsha unë i gabuar. Po politikat apo aromën e vdeknajës që ka sjellë Rama në Shqipëri nuk e ka sjellë as Ali Berisha, as Fatos Nano, mund të jetë vetëm konkurrent Enver Hoxha. Rivdekja do i thotë për shkakun. Për mua është fiks ta ngjasha zemrën rivdekja. Jo rilindja. Rivdekja. Pra, neve na kanë vrarë. Ç'a na kanë vrarë? E ke parë videot se ti vjen shpesh në Shqipëri. E ke parë çapo dalin njerëzit. Ajo mësuesja që kishte hedhur në TikTok tani e video. E bullizonte një djalë 15 vjeç duke pirë amita. E vente e bënte kështu, pse se mund të ketë një thika, mund të ketë një flutur, ka fëmia e për të rritur.
Pra ka humbur autoriteti i mësuesit, ka humbur autoriteti pedagogu, ka humbur autoriteti shikon njerëz që shajnë nonën nga Europë në telefon o zhaku. Pra ne unë e quaj veten pacient edhe e quaj këtë pavioni, sepse ne jemi spital shumë i madh psikiatrik më shpirti. Po mallkuar qoftë ai bir shqiptari që vendos dormi nënën e vet, shajnë nonën e vet, babën e vet. Më plera të jetë nona dhe baba, në jetëve ti s'duhet ta ngresh, nuk duhet ta çosh në menjen që ti vendosësh dorë. Të bëhet nguli thikën, të rrafi baba, të vendosë unë vetë tani në shtëpi, ma fuzi me i shpull limat, një jetëve se a kthej do të kthej faqen tjetër. Ndoshta jam rritur unë gabim. Po jo, shiko, është ambienti, gjithë ambienti shumë frustruese, kupton? Këta njerëz që ngren dorë mbi prindrit nuk janë normal. Tash arsimi grop, kur vëria në maksimum, dhe ti e di mendimin dhe s'kam se të bëj marrëveshje fjalës, se sa e dua unë lirin, edhe sa e dua unë që vajzat në moshë të re të fitojnë atë eksperiencën e vet, që kur vinte shpendi për të martu, ta kesh mbyllur kapitullin, zemra do të dalin në klubun. Të hapim kapitullin. Pse këtë quhen kurvëriti kur shkon ajo në klub? Jo, për këtë nuk e quaj. Kurvëri quaj nëse ti humb dinjitetin tënd. Por po them që në momentin që ti i mbyll klubet në rinin tënde gjithë mëra, kur vjen 28 vjeçë, 30 vjeçë, jam dakord me ty. Hajde të hapim një kapitull tjetër. Jam dakord me ty sepse edhe unë e bëre këtë që është gabim që i vogël të martohesh. Të martohesh, po. Shumë gabim i madh, sepse të duhen disa eksperjenca në jetë. O Zhago, nuk e dallon dot burrin e mirë nëse nuk të bie një bastard për pjesë njerëz, që ta dish se çfarë vlerash duhet të ketë një djalë, kupton? Tani po të kesh qelluti me të parën headshot, Allah ta bëf zoti, a kupton se ndodh. Nuk ndodh gjithë, edhe ndodh. Ndodh, po jo gjithmonë. Unë kam parë që ka ndodhur, po nuk ndodh gjithmonë. Unë kam shok miq që janë dashuruar që në gjimnaz janë lumturisht të dashuruar. Edhe unë njoh njerëz, po nuk është një rast. Po janë shumë pak. Po, është përjashtim. Unë do ta zgjedh nënën e fëmijëve të mi në raport me standardin që unë i kam vendosur vetes dhe në raport me çfarë nuk më kanë pëlqyer tek partnerët gjatë jetës time. Çfarë nuk më ka pëlqyer te kjo, çfarë nuk më pëlqyer te kjo, më thënë ta gjej një gjë të përbashkët që të vendosim me mërucën, se tani unë se du sklavën time, se nuk më tërheq në mendime ta kem gruan skllave, se du me pas tërheqje ndaj asaj. Jo ta shikoj si plaçk, si prona, kupton? Por kur shpërhapur kurvëria, e shet veten për një vizë, e shet veten për një telefon, e shet veten. Po i ka të marrë të mira gjitha vajzë, gjitha punoma. Shiko, po ky është problemi në Shqipëri, shoqëria është shumë e babësitur. Domethënë, është akoma e babësitur. Ke parasysh atë skenën e tortës pavarësisë? Po, ajo ka treguar shumë për popullin ton, po ne nuk vonë e kemi kuptuar. Për mua ajo është skena më tregues, domethënë ajo është tamam tregues i jo vetëm i popullit, i klasës politike, i gjithë shoqërisë. Ajo është me govat. Ka larg komët ai. Sot ai ka larg komët para govat. O zot. Po është gjëna. Hapu dhe. Soti. Se u mbyta me flamur amerikan. Se mbase bësh amerikan kur mbytesh flamur amerikan. Më kanë qenë rus të rjetën. Kush ka qenë rus? Pse? Nga që mbase ngjan me ato personazhe të Dostojevskit pak. Jo zamra. E di kush më ka Me thonë. kë ngjati mund ngjash me atë? Me kë mund ngjash? Më thoshin njerëzit. Po. 60 vjeç sot që prezumohet para 30 vjetësh 35 vjetësh kanë qenë 25 vjeç, 30 vjeç, i ka kapur 90-a 25-30 o zana. Prezumohet që në këtë lloj moshe edhe kanë qarë çik te Xhaxhi Enverit e varri Xhaxhi Enverit. Po edhe kanë putur në një dorë kështu. Më thoshin mua në fillimin e luftës Rusi-Ukrainë, që mua sot më dha historia drejt. Duke thënë që Gjermania ka bërë gabim që prishin Nord Streamin. Atë e kam bënë një pyetje, a do ta bënte dot Bismarcku, do ta bënte Helmut Kohli, Richelieu, këta baballarët e Europës. A do merrni vendim se donte administrata amerikane për të prishur marrëdhëniet me një shtet që në thelb është aleat ekonomik? Nuk ma hamene. Dëgjoj, shiko, ka pas gjithmonë një fuqi e cila vendos. Jo, nuk ma kuptove, nuk po flas, nuk kanë ndodhur në kohën e Otto von Bismarck, po flas mentaliteti. Po, shiko, jo, unë për shembull me që përmendë Gjermanët, unë jam komplet kundër politikave që janë ndjekur në atë periudhë dhe uroj që qeveria gjermane të ndryshojë,
jam komplet kundër këtij qeverisë tani dhe këtij koalicionit. Jam komplet kundër atyre sepse janë të paaftë. Domethënë, jo vetëm të paaftë, janë dhe kuklla. Po. Dhe ishte shumë e qartë. Dhe isha edhe kundër administratës Biden, dhe isha shumë e lumtur kur fitoi Trumpi. Po. Dhe mezi po pres të fitoj AfD-ja në Gjermani. E kanë qef AfD-n? Po, jam mbështet se jam ftesë për Eldis Vajdë, jam fansja më e madhe. Sa ajo është me vërtet një nga njerëzit më intelektual. E kam qef AfD-n më sa njoh. E kam qef vetëm se po I luan ujrat. Edhe politika gjermane u bë kukull e ndyrë. U bë një kukull e ndyrë që nuk po merre vesh. Unë edhe nuk besoj tek EU-ja. Domethënë, unë mendoj që duhet reformuar komplet. Sot përbash ta kemi, dhe sa të ndryshëm jemi në Telba, kupton? Po besoj se nga që nuk jemi të indoktrinuar na vjen kjo gjë, sepse në përgjithësi në Gjermani çfarë problemi ka? Njerëzit janë shumë të indoktrinuar dhe besojnë vërtet që AfD-ja është ja nazist apo janë ekstremist apo ata s'kan lidhje fare, është thjesht propagandë. Po njerëzit e besojnë propagandën. Unë do ta them një gjë, kur kam punuar në Gjermani na 2 muaj, në Heidelberg. Po. Gjë vetme që më tha ai miku im, tha të lutem të shprehen Arbeit macht frei. Mos se ka qenë Hitlerit. Atje e mbushur me turq, po, gjerman, afrikan. Futet profja. Po. Arbeit macht frei. Po ç'tesh ti aty? Me ma tempin se më kishin thonë që gjermanët e kanë që i gata po t'i gërvishësh lëkurën I dela e naziskinulli ku. Po, dakord, po ku shkove? Ku e bëre ti këtë? Në fabrik zamra. Në fabrik. Në fabrik. Po. Jo në rrugë, se në rrugë vjen policajt. Domethënë unë jam trim, po jam idiot, e kupton? Në fabrik. Po. Shkove ti atje, shpreh entuziazëm. Jo, e thash, jo faktikisht puna sjell ajo puna blen lirin. Ajo nuk është slogan I keq, po është I Hitlerit, po. Puna blen lirin. Po, ose I Goebbels. Për Hitlerin do flasim një ditë bashkë sepse kam mbledhur informacione. Po. Edhe nga pro-amerikan të flakt që thoshin biles është Nigel Craig, diçka e tillë, nuk e mbaj mend emrin tash, që thotë nëse aleatët, ata që kanë lënë kockat edhe gjakun në luftën e dytë botërore, do shikonin se si vajti bota pas luftës së dytë botërore, do kishin lënë armët në fronte, do kishin luftuar me gjermanët. E ka thonë një amerikankët. Kështu që historia dashur pa dashur po jep Dolfit shumë drejt. Jep Dolfit. Unë s'jam për Dolfin, po. Dashur pa dashur po jep të drejt. Asnjëri nuk është me Dolfin, po ideja është domethënë që këta që e kanë pasur dhe kanë Europën, janë më keq se sa ai, janë më zi se sa ai. Sepse nëse ai ka bë genocid ushtarak, këta kanë bë genocid psikoemocional, është më I ndyrë kjo gjëja që po bëjnë këta. Është shumë herë më e ndyrë. Edhe për luftën e dytë botërore un kam në Gjermani po thuat. Në Europë, un jam euroskeptik, jam euroskeptik më. Po, edhe unë nuk më pëlqen. Sepse un kam parë që çdo lloj I huaj europian që ka ardhur u zhaku ka ikur miliarder. Filloi që nga Vlahutinka. Po, un kam dëgjuar shpesh herë që thuhet edhe për Ursula von der Leyen që është një nga njerëzit më të korruptuar, domethënë nuk e kam dëgjuar nga njerëz kot, e kam dëgjuar nga deputet në Gjermani, e kam dëgjuar me fakte, domethënë e faktojnë, gazetari investigativ kanë nisur, kanë bërë shumë dokumentar për të. Edhe nuk më pëlqen fare nga politikat që kanë ndjekur, edhe sidomos me Ukrainën mendoj që kanë vepruar komplet gabim. Mendoj që kam rezervat e mia edhe për mënyrën si funksionon NATO, po sidomos në periudhën e administratës Biden janë bërë shumë. Periudha e administratës Biden na tregojnë edhe na tregoi vetëm një gjë se si kanë qenë 4 vitet për gjithë pacientët dhe gjithë debilat që mendojnë se Bideni I mirë Amerika I ka dhënë dekret falje me urdhër ekzekutiv presidentit, djalit vetë dhe shumë tjerëve. Po edhe Fauci apo. Edhe Fauci. Po, e di. Në momentin që një president amerikan e ushtron këtë urdhër ekzekutiv, që është legjitim, po as pak I moralshëm, neve pacientëve na mbetet për të kuptuar vetëm një gjë, që këta ja kanë luajtur fen për 4 vjet valla. Sa po pastrojnë veten e tyre tash se I ra piramida. Po, dëgjoj, problemi është këtu që tashti ka ngelur influenca sorosiane tek komuniteti evropian, edhe
Kjo është pak problematike tani sepse do zhvillohet edhe do ndikojë edhe përkeq në rrugën që duhet marrë Shqipëria, sepse unë nuk besoj që Shqipëria tani është gati. As ka për të qenë herë, është thjesht, është edhe unë jam kundër, edhe unë jam kundër antarësimit në Bashkimin Evropian. Nuk është as ka për të ndodhur antarësimi, sepse Europa është falimentuar një herë ka hallet e veta. Ato do kalojnë në për procese shumë delikate. Do shpërbëhet Europa. Sepse edhe forcat e reja në Europë. Pakën politikisht. Po se edhe forcat e reja në Europë, në vendet ndryshme të Europës, kanë karakter më kombëtar, pra janë më të ngjashme janë më nacionaliste, mendojnë për veten e tyre, ashtu siç duhet mendojmë dhe ne, mendoj unë. Po. Dhe të mos përqendrohen shumë tek globalizmi, tek komuniteti evropian, tek këto pralla që neve nuk do na sjellin asnjë përfitim, mendoj unë. Dhe do ishin shumë të dëmshme, sidomos tani, po edhe s'ka për të ndodhur asnjëherë. Kjo do përdoret thjesht fakti që Edi Rama këtu do e përdori si retorik, është sepse ata komisionerët, ata njerëzit eurodeputetët janë pjesa më e madhe, janë të financuar nga Soros, ose mbase jo nga Soros direkt, po nga fondacione afërti. Po janë të mbështetur nga fondacione që marrin fonde nga Soros, pra në Europë Soros i ka akoma pushtet, mbase në Amerikë jo më. Ja në Amerikë ka, po thjesht në Amerikë nuk është se e ushtron dot pushtetin e vet, sepse there is a new sheriff in town, a kupton? Po pra, ka një sherif i rin. Edhe shqyqyr që erdhi Trumpi, edhe sinqerisht uroj që edhe në Gjermani të vija AfD-ja, sepse po gëzon gjithmonë më shumë mbështetje. AfD-ja do vinë në Gjermani sepse Elon Musk ka bërë një PR-ja të atyre domethënë të frikshëm, edhe më besoj njeriu më i pasur i botës, edhe njeriu më me influencë në botë, është më i njohur Elon Musku. E di, po Po jep dorë shumë të madhe. Dgjoj, nuk është problemi aty. Problemi është që kur jeton në Gjermani kupton sa naiv janë gjermanët. Për shembull, sa lehtë manipulohen, sa lehtë janë të indoktrinueshëm. Dhe sidomos tani për shembull çka ka, është kjo kultura woke, që mua nuk më pëlqen fare, që janë komplet kundër, e cila i ka manipuluar, që është kjo kultura Sorosit, mund të themi, e financuar kryesisht. Që ka dëmtuar shumë mentalitetin tani të njerëzve edhe sidomos të rinisë, sepse është krijuar përshtypja që domethënë ka ca gjëra që janë tabu dhe këto nuk i mendojnë, nuk i gjykojnë, nuk shkojnë të kërkojnë, të shohin, ore pse çat keq e ka thënë, pse është e vërtet kjo që thuhet për AfD-n për shkakun? Nuk shkojnë të bëjnë një kërkim apo të dëgjojnë vërtet. Thjesht nazist. Thjesht mjaftohen me titullin, mjaftohen me përcaktimin, mjaftohet që kjo është moda, që ata të jenë të këqij dhe këta të jenë të mirë, dhe le të jenë këta komplet inkompetent, le të jenë këto komplet pa aft, le të jenë komplet ignorant nga ana tjetër, ose komplet sharlatan, ose kuklla. Po. Mjafton që ajo është tabu, edhe ky është problemi që shohun në Europë dhe tek indoktrinimi dhe tek naiviteti i njerëzve, që do e bëj pak të vështirë këtë ndryshimin e pashmangshëm që do vi një ditë, dhe nuk besoj se do jenë shumë të influencuar nga Elon Musk, sepse do duhet një 10 vjet besoj unë që të ndryshojë sistemin. Ti mendon se është në interesin e Amerikës që Europa të jetë akoma dhe më e dobët? Amerikës nuk i intereson fare Europa, sepse për Amerikën tani, mendoj unë, për këtë Amerikë që është tani, Europa është thjesht një çiban. Është një bar mbi supe që ata ose do ta shfrytëzojnë në të mirën e tyre, ose do ta heqin qafe. Mendoj unë. Dhe prandaj them tani në kushtet e Shqipërisë, ku ne nuk do kemi as mbështetje amerikane për sa i përket fondeve, për sa i përket projekteve, dhe në kushtet e një Europe kaq të dobët që do shpërbëhet së shpejti, sepse edhe vetë europianët nuk besojnë më tek Europa, dhe nuk ka çfarë na jep ne përveç kredive. Se kredia pjesa më e madhe. Po. Dhe nuk është ndonjë lek i madh, nuk është ndonjë mbështetje e madhe. Ato janë lek i hedhur me interes, është me interes. Domethënë, është në dëm të mirëqenies tonë si kom. Atëherë ne duhet krijojmë një bank që mbledh kapital shqiptar, dhe ti bëhesh i pavarur përmes politikave tua kombëtare, krijon nëpër këto procese, dekriminalizon shoqërinë, zhduk nga klasa politike
zhdu nga politika këta njerëz që deri tani e kanë për çorap, i fal. Nuk zhduken dot ata. Jo, i fal. I bëjmë një mojito ne për qef. Ja presim një bilet, i bëjmë dhe valixhet gati, edhe i çojmë pushimin. Po. Ideja është në politikë zhaku shtyn muskujt. A kemi ne muskuj për me u përballë me këta titanat? Ti varet muskulin e ke lek apo ku ti thua muskul është mentaliteti, është mentaliteti. Mentaliteti unë deri tani kam kuptuar që njerëzit janë e besojnë lekët të vinë. O zhaku ti e di më mirë se unë. Po pra nuk e kam ke lekët do. Doja të dija këndvështrimin tënd. Që thot na vlla se ke mua nga pas. Po, nuk është as aty, madje se këto gjëra arrihen më lehtë se sa ç'mendohet. Këto gjëra janë mirë e theti që është mentaliteti, shëndet. Është mentaliteti i cili duhet ndryshuar, duhen edukuar pak njerëzit dhe duhet folur mbi këto çështje sa më shumë, sa më shpesh, që njerëzit të njihen me këndvështrime të tjera, të pa indoktrinuara, të lira, të bëhen të lirë, të kenë një mendim të tyre. Për këtë duhen frymëzuar njerëzit. Dhe ta shohin realitetin në sy. Në Shqipëri ne jemi një vend shumë specifik, nuk mund të krahasojmë me asnjë vend tjetër. Dhe sipas vendit dhe kuvendit, dhe këtu duhet bëjmë ligjet tona, rregullat tona. Atëherë po të bëj një pyetje tjetër. Po. Sepse unë kam menduar edhe në qasje ideale kemi të njëjtin mendim. Po. Pra duhet një bank kombëtare jona, po, me kapital totalisht shqiptar, të prodhohet prodhimi i vendit, të eksportohet e të vendosen tarifa siç ka vendosur Trumpi për importet. Po. Që të prodhohet pakete duhanit këtu, makinat këtu, e gjithas e kemi kapacitetin. Problemi është me vëllezërit tan hebrejnë, të cilët kanë gjithë sistemin ekonomik dhe bankar të botës. Po ata e di kur e kanë. E kanë kur ti varfër i kputur. Po pra, po nuk të lën. Po jo, shiko. Janë vrarë president Amerike për ato. Më mirë, shiko. Varet tash, unë nuk mund të them ka vrarë brend, sepse jo, janë vrarë tash. Unë nuk jam raciste dhe nuk bëj përcaktime të tilla. As unë jam racist, e urrej racizmin, po ideja është ta kesh nga shpendi. Kam lexuar, ka dy rryma. Mirë, dakor, unë kam lexuar shumë në lidhje me këtë çështje. Madje libri Hannah Arendt, që është një nga biblat e mia për origjinën e antisemitizmit, totalitarizmit, diktaturës, kolonializmit. Ai është, unë kam një 3-4 libra që i kam, si më thënë, të shumë të rëndësishme për formimin tim, për të kuptuar se si funksionon bota dhe gjeopolitika. Dhe e di shumë mirë edhe fuqinë që kanë marrë hebrejt përmes kredive që u japin shteteve. Pra është diçka që ka nisur që në mesjet. Po. Dhe është e rrënjosur pak më thellë, nuk shbohet dot kaq lehtë. Janë organizata dhe organizma që bëjnë rregullat e lojës. Krijojnë shtete. Bëjnë rregullat e lojës. Krijojnë shtete. Dhe nuk mund të thuash që Sorosi është si më thon decisiv apo ai është një kukull e dikujt. Është kukull e radhës. Po. Kështu që edhe unë Soros nuk jap në rëndësi të madhe dhe më duken këto lëvizjet anti-Soros e kështu shumë të panevojshme, sepse më duket sikur i jepet më shumë rëndësi se ç'meriton. Goditet perceptimit e njerëzve. Është besoj tani, besoj edhe Alex Soros ka ndjekur një lloj marketingu, një lloj politike komunikimi që e ka dëmtuar, sepse duke e vendosur veten në krah të disa njerëzve të cilët kanë ndjekur politika të gabuara, duke qenë kaq krenar, e duke reklamuar veten si mik të ngushtë të Kamala Harris apo të Joe Bidenit e zë, i ka prish punë vetes. Besoj babai vet ka qenë më i kujdesshëm në këtë drejtim, ka luajtur një çik më mirë. Prandaj është më i gjatë ai. Besoj se ai ka qenë më i kujdesshëm. Edhe aty mendoj që ka çaluar edhe Sorosi, sepse ka dalë shumë e kanë ekspozuar veten çik më shumë se shtuar. Ka ekspozuar sepse ka pëlqyer protagonizmi bazë. Është arroganca që ti e pushteti. Nga ka ardhur, si mendon ti, pse është treguar kaq infantil ky Aleksi? Sepse shumë e vështirë ti është djali i suksesshëm, një babai shumë të suksesshëm me para. Po. Kur nuk e punuar një ditë për të blerë trakizin tënd, edhe ke marrë gjitha nga babi, normale që duhesh goca e përkdelur e babit, edhe pse e çon. E që i rrit e preri. Aq më tepër ky është edhe nga ata që kanë qef të rinë te preri, se është me në ana tjetër e anës. Me këtë nuk merrem këtë. Po jo, po kam qenë mund me. Ka ardh dita me marr, se na çmenën na mytën
Kem frikun tëm heteroseksuale dhe të tjetër jam gay dhe çikohet me adhurim, po jo më. Po pse olla? Po jo. Mos u merr fare me këtë. Jemi dominant, po jemi dominant gjatë historisë më tis. Po jo më nuk është pse duhet të mos u ha fare me, domethënë me njerëz tjerë, s'ke mos i gjyko fare këto. Hamëndësime janë, e kupton s'ka. E kam qef. Mirë, dakor, po ke gjetur një unë e gabuar këtu se. Më lër të kënaqem. Unë jam pro lirive dhe drejtave të njeriut. Më lër të kënaqem. Ke gjetur antagoniste këtu. Edhe ideja është se po ta mbyllja. Nuk ka se si sepse nuk ka prodhuar asnjë lloj gjoje të vetën, ka gjoje ai e ka ditur se si është të ecësh mirë mbi asfaltin e babit. Pra, me një Ferrari në asfaltin që të ka shtruar babi deri te parkimi ti e çon se gaz frena do. Po pra, sepse ai e çoi shumë shpejt drejt dështimit. Sa 2-3 vjet. Po nuk ka të bëjë me Ferrarin. Ka të bëjë me sa mbajti udhën. Ka të bëjë me prishjen e infrastrukturës. Pra babi ka shtruar rrugën me rër bitumi dhe pastaj ka marr Ferrarin. Ti morë Ferrarin e babit, po nuk u kujdese për asfaltin ku po kujdese për asfaltin ku po ecja. Sepse ata asfaltin e Xhaxhi Trumpi dhe nuk është vetëm ke Xhaxhi Trumpi, shiko, mendoj që ai ka gabuar vetë në komunikim, në qasjen publike. Naomi Klein te Doktrina Shoku është i libër që sugjeroj që ty edhe gjysmët tanë shëndet. Ta lexoni. Tregon diçka domethënë për mënyrën se si Sorosi ka operuar. E thot George Soros, Fondacioni Shoqëria Haber, në 2015-ën, nga viti 2010 deri në 2015-ën, George Soros e ka operuar në tregun kinez, vajti deri në lindjet largët. Po. Duke krijuar që të hapi shoqëritë civile, duke bërë të liberalizmin, shikohet i lënë ca të drejta, liri. Ka pra kjo gjë që thuat tani që ai ka drejtën e vet bëj çfarë doja, kupton? Me këtë drejtën e vet, liria vjen me detyrime, drejta vjen me detyrime. Pra, nuk duhet të prishë ca balanca aty. Jo, këto nuk janë detyrim. Këto duhet të jenë fare. Dhe i thot Xi Jinpingu, që u bën 2015 ka rekorduar që u mori mandatin e përjetshëm, është presidenti i përjetshëm i Kinës, me pak fjalë s'po shpallin dot perandori, po ky është presidenti derisa të vdesi. Për 24 orë Fondacioni Shoqëria Haber e Sorosit është përjashtuar nga Kina. Edhe mandej efekt domino nga gjithë Azia. Pse? Sepse ai preku identitetin e një populli që nuk e njifte, se është larg shumë në mentalitet Kina, Azia, me Amerikën apo me Hungarinë ku ka qenë ai apo më thet tash. Sepse ata e kanë një piramidë shtetërore Kinën e krijuar si perandori dhe që nuk ka vdekur kurrë, po dhe po vdiq do vdesi si perandori. Që do të thotë atje nuk flet njeri për të drejtat e liri. Atje flasin sa eficient je dhe sa po punon ti për Kinën. Po mirë, dëgjoj. Për qytetin e ndaluar. Unë njoh njerëz që jetojnë dhe punojnë në Kinë, dhe që kanë jetuar edhe më përpara dhe që kanë punë në Kinë dhe janë nuk mendojnë që është kaq ndrydhur jeta në Kinë. Nuk është ndrydhur jeta. Pra, atë është jo, nuk është ndrydhur. Ai thotë nuk ma bën dot në sistem. Pra, problemi është që ata në atë si sistem funksionojnë sepse nuk ma bën dot, nuk më ngret dot sindikata. Nuk më ngret dot i mua shoqëri civile, nuk më ngret dot njerëz tani që të më kërkojnë të drejta. Siç pretendonte Soros dhe siç e ka mbushur Fondacioni Soros Shqipërinë duke dalë me shoqëri civile të gjithë. Po mirë, dakord, po ki parasysh që pjesa më e madhe këtyre operacioneve që kryen nga nuk po them vetëm nga Sorosi, po marrim Sorosi me qenë se është më aktiv në këtë drejtim. Filozofia Soros. Ta heqim pjesën e individit. Është më shumë për të indoktrinuar shoqërinë, për ta korruptuar pjesën më intelektuale të shoqërisë, pra duke u dhënë fonde përmes shoqatës, siç po dhe këtu. Pse nuk ka ty? Pse nuk ka marr ty, pse nuk më ka marr mua? Ja, ta them unë. Kam qenë, kam patur shoqat këtu e para fare nga viti 2001. Kam hapur një shoqat që ishte për aktivitetet e të rinjve të pavarur. Dhe kam bërë një aktivitet, kam marrë $900 nga Sorosi. Dhe unë se dia fare as kush ishte Sorosi, domethënë ishte thjesht një fondacion që operonte këtu të ndihmonte që të bëje, të unë s'ka ardhur asnjëri as të më korruptoj, as të më thotë bëj kështu bëj ashtu, pra kam qenë e lirë në këtë drejtim dhe s'mund t'i bëj qaf Sorosit. E kuptoj. Personalisht, sepse por nuk është se kam qenë, nuk e kam vazhduar aktivitetin, e kam kuptuar më vonë se si luajnë këto lloj organizmash, se çfarë bëjnë në të vërtetë. Po pra, e ke kuptuar tani nuk ka një.
Po, unë dakord jam tërhequr vet, pra ka qenë një herë dhe kam lënë pastaj Do të thot që këto lloj shoqërish, po quajmë hidden secret society, po quajmë tash, marrëveshje fjalësh, kjo lloj shoqërie shkon te njerëzit me komplekse dhe njerëzit të cilët kanë komplekse inferioritetit ndaj tjerëve. Dhe njerëzit e papërmbushur. Njerëzit pa dinjitet. Jo, nuk mund ta them kështu. Mendoj që shkojnë tek njerëzit që shohin interesin e tyre personal. Jo, ku ka më të keq se sa të japësh shpirtit ta të çmim. Dgjoj, e di çfarë kam bërë? Kam njohur shumë njerëz drejtues shoqatas. Ajo që kam kuptuar unë është që këta njerëz janë njerëz që janë të gatshëm për çdo lloj kompromisi për interesin e tyre personal, që të përfitojnë vetë diçka, një status caktuar social, një lloj rroge të mirë, një lloj privilegji që t'i përkasin gjithmonë në klasës apo elitës, për këto lloj gjërash. Dhe e kanë parë si përfitim personal. Dhe njerëz që e shohin si përfitim personal, kësa dush, janë ata që janë politik sot, janë ata që i ka çuar Soros Sandej këtej për të... Nuk kupton pyetjen. Jo, unë ta kuptova pyetjen, por... Mirë, bëj edhe herë. Pse zgjedh këta? Po se këta janë pra të gatshëm për këtë gjë. Do të thotë, nuk janë idealistë, nuk luftojnë për një bindje. E di ta them një gjë, për shembull një gjë çka ka bërë Sorosi që për mua është komplet gabim. Është krijimi i këtyre debateve në shkolla, që i mëson njerëzit shumë keq, i mëson njerëzit të bëhen kukulla, të flasin, të mbrojnë diçka të cilën ata nuk e besojnë. Pra ty të japin një detyrë, të thonë, hajde tash ti do argumentosh, ti je pro dhe ti je kundër, pra ta përcakton ai çfarë pozicioni do mbash ti. Po e kam bërë edhe me ne. Po, me të gjithë e ka bërë. Po kjo është e gabuar, kjo është shkatron njeriu. Kemi qenë në universitet. Po e shkatron njeriu kjo gjë. Balkan Youth Debate, quaj. Po, e di unë që e bën se ka 38 ca vjet që e bën. Më ka ndar mu nga Aldo Baxhaku, shoku im. Çat kanë thënë? Jo, na ndan, jo jeni shumë të fortë juve. Mirë, pa dakord. Ti përcakton skuadrën time. Po pra. Po jo vetëm aq, ty të përcakton edhe çfarë qëndrimi do mbash. Po, dhe unë e humba. Dola se s'fola fare. Nuk e mbroj këtë lloj gjë. Tani ti sapo më ke kthyer në retrospektiv, pse un kam qenë i përjashtuar që atëherë më kishte dalë komplet nga memoria. Se kupton? E delez. Për zotin e madh. Tani e kam kuptuar. Tani sapo më ktheve siç vetë deja vu quhet, çfarë? Tani e kuptova se tani e kuptova pse nuk më janë qasur kurr. Sepse unë i pas kam dhënë një mesazh që unë ty të bëj rezistencë. Po, sepse çfarë ndodh? Përmes këtyre debateve identifikohen dhe njerëzit, cilët janë ata që do zhvillohen më tutje, cilët janë ata që janë kukullat tona, cilët janë ata që s'janë për ne, që janë delexeza. Dhe kështu çon përpara ata, marrin bursa, shkojnë për specializime dhe janë njerëz që do mbrojnë gjithmonë diçka që ata se besojnë. Por vetëm sepse ose marrin fonde, ose kanë interes personal, ose shohin karrierën e tyre, janë njerëz pragmatist. Si mund të shpëtojmë nga këta, Zhaku? Si mund të shpëtohet nga kjo lloj? Se unë nuk e kam luftë me Sorosin, unë e kam probleme me ushtarët e Sorosit që janë këtu. Mirë, dakord, nuk është vetëm. Sa ta më të rrezikshëm se i Zoti. Tashti, unë siç ta thash, ne po smadhojmë çik më shumë se ç'duhet Sorosin, se Sorosi në fakt është një instrument që përdor. Është ai që njohim ne. Është ai që ndikon më shumë këtu në shoqërinë tonë. Unë mendoj që ne duhet domethënë tani duhet dalë një brez në opinion, në debatin publik, i cili ka mendim të pa indoktrinuar, që flet dhe propozon dhe frymëzon, se duhen frymëzuar njerëzit. Mendoj unë kjo mungon në Shqipëri. Mungojnë gurut, mungojnë frymëzuesit, mungojnë mendimtarët, mungojnë njerëzit e lirë, mungojnë intelektualët nëpër media, ky është problemi këtu. Shua, se unë tani që parti pse më qonin pro-rus, më dilin gjysha ose baballar 65 vjeç që më thoshte mua ti je pro Putinit se thua që Ukraina nuk njeh Kosovën. Edhe unë thosha nuk I don't give a flying fuck about Ukraine, sepse nuk e njeh Kosovën, për mua është shtet armik. Për mua si Dardan me origjinë dardane, në momentin një shtet mua nuk më njeh Kosovën, unë e vuaj shpirtërisht vëlla, nuk je shtet që unë ty të vi me qef të madh. Mund të vi për punë në Spanjë, po nuk e fus tek ato shtetet pozitive Spanjën, dhe pse unë si intelektual që jam, e di pse nuk e bën dot njohjen Spanja të Kosovës, se i plas bomba brenda me Katalunjën dhe Baskët. Arrit ta kuptoj këtë, po ndjesia ime si
që jam rritur për Kosovën, për Malcin, për gjithan që në rritjen time nga gjyshja, më dhëm shpirtin më. Tani si mund të jem unë sensitiv për Ukrainën, që në fund ditës nuk e njoh fare si shtet, po zero. Edhe në fund ditës jam mësuar tërë jetën ta shoh mrena BRSS-s. Bashkimit Sovjetik. Pra ti ke qenë ish Republikë Sovjetike. Ka pasi marrëveshje midis Jelcinit edhe nuk e di Bushit parë. Nuk zjerohet NATO në lindje. Kjo ka qenë marrëveshja e madhe. Edhe unë si studiues i politikës, nëse duhet i bie mretit në sy që të bëjmë pro Ukraina si madh, Rusia është e keqja, ja fuz për shty veten time. Pra hedh ta marr atë diplomën dhe të fshi bythën me nder te, se nuk të duhet, po vajte në gjeopolitik të vesh me emocione. Pra unë shikoj ka një marrëveshje. Zhaku dhe Shpeni ka rënë një marrëveshje që ne nuk do të takohemi tek Rosini poshtë. Ose neve s'kemi për të pirë asnjëni kafe. Dhe Shpeni mirë që vetë të Rosini, po lobon që të hapet një Rosini tjetër të shtëpia jote. Po e marr rastin me idiota, kupton? Jo, jam dakord me ty se edhe unë kështu e shoh. Tani, si studius i gjeopolitikës unë duhet të jem bipalet, pra racional. Ka ndodhur kjo, ka ndodhur kjo. Konflikti është te kjo pjesa. Rusia i ka këlqet i shtet me të pushtu ty. Se i ka pra, se e tregoj që i ka muskujt. Unë dilja në media, janë 175.000 trupa në kufi me Ukrainën, dilte një europianit, i Universitetit Europian, kush t'i hati këto teza tha. O zotërit është nuk alokojnë 175.000 trupa në kufi për stërvitje ushtarake. Bojnë 1.700 trupa për stërvitje ushtarake dhe ajo është e rrezikshme se janë efektiva da. 175.000 trupa je për rënje. Dhe për t'i tregu kafshës në këtë rast, kafsh nuk është ai 4 putroshi, kafsha është ky, që merr 5.000 euro rrog dhe di gjyshe ime nga astrofizika. Po nuk ka rëndësi sa di ai, rëndësi ka çfarë duhet të thotë, pra është e përcaktuar linja që do mbaj ai, nuk është se mban linjën e vet. Dhe i tregoj rastin e letërkëmbimit midis Tsar Nikollës së dytë të Rusisë dhe kajzerit gjerman Wilhelmi II. Po. Rastësisht për pacientët që nuk e din historinë, çuna teze. Gjak blu, njëri perandori i Rusisë, tjetri perandori i Gjermanisë. Po. Shkëmbenin letrat me njëri tjetrin, Vili edhe Niki, Nikola. Vili dhe Niki. Çuna tezesh më, siç mund të jemi me Anin apo me Enion. Vjen momenti i letrës fundit që kajzeri gjerman kishte mobiluar të vijen Maginot tash në luftën e parë botërore, do çohet gjithë ushtria në Gjermani, e Gjermanisë në Francë, do pushtojnë Francën. Po. Plani Schlieffen e bla 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 historia. Blitzi. Po. I thot të lutem jemi në kohë që ta tërheqësh ushtrinë, që mund të gjejmë të ulemi me Habsburgasit edhe me të mbretjen e mbretërisë serbo-kroato-slovene që ka qenë atko Jugoslavia. Të ulemi ta gjejmë një gjut për bashkët për balancën e ruajtjen e status quo-s. Përgjigja e Wilhelmi II është më fenomenalja. Për mua studiusi i gjeopolitikës është një na merre këtë dhe ik tani në shtëpi sepse është fakt, është postulat. Pse çe thot? Treni u nis. As perandori i Gjermanisë nuk mund t'i ndaloj dot ushtarët se kthehet në luftë civile. Po ti është nisur mekanizmi. Po ti kthesh ata i ka mobilizuar 1 milion e gjysmë ushtar. Ti thon tani ktheuni, mu kthyen mua. Po, normal. Po. Që aty unë kam kuptuar që it's about timing, është me timing, e humbe kohën, shkoj deri në fund. Do vuash pasojat. Do vuash deri pasojat. Ka sill 175.000 veta, edhe sikur të donte Putini, ta tërhiqte, nuk i tërheq dot më 175.000 veta që janë kufi. Dhe, për sa i përket Kinës, debat me këtë intelektualin e madh, është drejtor fondacionesh kë. Kina është prej letre, tha. Çfarë është Kina? Tani më thojti mua ti që s'merr vesh nga gjeopolitika, se s'mund të marrësh vesh nga gjeopolitika si studiuse, ti je lexuese, po nuk je studiuse. Ta ha mendje aty që Kina është prej letra? Ja, s'pa. Po pikërisht pra, të ta thotë drejtori i Institutit Gjeopolitikës, një debil par excellence. Po nuk ta thotë se e mendon, më ta thotë se e ka për detyrë, prandaj. Po për mua është duhet të kesh parasysh, prandaj po them kur korruptojnë intelektualët dhe kur nuk indoktrinohet, po kur u përcaktohet një detyrë dhe një linjë, është një lloj si linja editoriale që mban një media. Linja që mban nuk përcakton mendimin që kanë.
Mbasa ata ty t'japin të drejtë në heshtje, e kupton? Dy gjëra ka. Po. Një intelektual, motra ime, quhet intelektual sepse intelektin e vet nuk e tregton asnjëherë. Jo, më mirë, dakor. E para. Po. Edhe kjo shembull e atij burrit atje, Gjergj Fishtës, që është ulur e ka treguar historinë e bishtit në kuvend burrave në Europë, në Këshill të Europës, në konferencën e Londrës. Si sulesh ta ofrata dua karrigën me vrinda që të fus bishtin, se ka thonë serbi që shqiptarët janë me bisht. Dhe ka hequr dorë nga çmimi Nobel për letërsinë sepse nuk ka pranuar që ti fshi ato dy vargjet e fundit të mrizit zanave, o Europë, o kurva motit, e bla bla bla, çka ka thonë tjerat. Ai ishte intelektual. Antari 5 katedrave shkencore europiane, njohësi 7 gjuhëve të huaja në mënyrë perfekte, C2, jo C1. Ai nuk e kalon dhe sot është pavarr. Kockat i kanë hedhur në bun. Pavarr, po ja kanë zhvarrosur komunistët dhe ja kanë hedhur në bun. Me mbiemër Parruca është prokurori me mbiemër Parruca, Shkodran. Në vërtet? Po, më ka marrë mbes aty në telefon duke qarë, ka marrë veshit vërtet shumë të keqa për gjyshin tim. A kupton? I njëjti gjysh që e ka degdisur nënën e vet edhe atë për arsye biografie bla bla bla, kupton? E ka lënë pavarr. Intelektual është shpendi që nuk e ka ulur në dinjitetin e vet. Nuk vete unë t'i lëpi bytë njeriu për një vend pune për gjithë, hap punën time, hap nga varri, sartu jetëm zhakut, ngjej një patent gjermane se do vit punoj kamionist Laljani. Më nxjerr lekët e mia. A kupton? Më gjej një vend pune në Gjermani apo një shoku në Itali apo gjithë se kam tur punën. Po tërë jetën do jem intelektual, se tërë jetën do lexoj. Sepse intelektuali nuk bën as posti, nuk bën as leku, nuk bën as shefi, nuk bën as lloj gjë. Intelekti është o e ke ose ke. Këta janë disa rrëmbytje inferior, bastard, të cunguar me lloj-lloj perversioni brenda vetes tyre, brenda trurit tyre, që kanë kapur një pushtet dhe duan me kriju identitetin pas pushtetit. Ne jemi grada tjetër aty. Neve krijojmë në bazë të identitetit ton, krijojmë dhe personazhin, pedagogu, podcasteri, këngëtarja Zhaku apo personazhet publik. Dukemi një gjë ne të dy si personazhe tipik publik, ne duhet të ishim personazh publik, duhet të ishim para kamerave, jeta jon shumë e shtrenjtë e gjitha. We don't give a flying fuck, sepse je rehat me veten mandë. Ti je rehat me veten tate, unë jam rehat me veten time. Ç'po më duhet mua jeta publike, as fama, as lloj gjëje. Boj atë që ti të bësh për mirë dhe ik shtëpi, fli gjum. Repeat nesër çow me mendime pozitive, mos i hyj njeriu në hak, s'dite me bë mirë, mos bëj keq pakën. Shparim shumë i thjesht. Çdo sistem është i mirë. O e fashizmi është i mirë, nazizmi është i mirë, komunizmi është i mirë, socializmi është i mirë, budizmi është i mirë, islamizmi, kristianizmi gjitha. Po do vetëm një komponent shumë të vogël që të marrin jetë për mirë, ndërgjegjen. Po patë ndërgjegjen e mirë, komunisti me ndërgjegje të mirë, nuk nda mjerimin. Ti përcaktove tash vure dy të kundërta që e fshin njëra tjetrën, sepse një sistem Po, sepse nuk ka pas ndërgjegje. Ta heq ndërgjegjen. S'ka pas ndërgjegje. Po them të indoktrinon pra se ndërgjegja. Sistemi është i mirë. Po ti shikosh ti, lexosh doktrinën naziste, nacional socialiste, po ti e beson më që ashtu ndodh. Po të lexosh Kapitalin e Marksit, mirë, ti e beson më valla. Mirë, dakor. Problemi është kush e implementon. Që do të thotë bulti në gjumë. Po të ikim dhe sa shkruar. Bulti në gjumë, mos e toj orën se jemi me regjistrim. Mos e toj orën. Bulti është në gjumë ashtu. I shkreti që ne. S'ka faj. Dhe ora është e 6. U këtyja. A më nona që Andre isha, apo se këto që po shikoj? Po shikoj ca Amazona ne, apo? Se di që Andre një. Dhe ideja është unë, ti, tjetri, në qoftë se kemi një ndërgjegje të pastër, që do të si konkludojt ndërgjegja, se rritë tërë ditën në mendin time, sinapset e mia punojnë orë, si të gjesh i formul që ta shpërndash, a kupton? S'ke pse ta marrësh ti patentimin, po shpërndaj që ti jesh rahat. Është vetëm një parim shumë i hollë që duhet bëhet postulat mendjen tonë. Mos i bëj tjetrit atë që s'do donte të bënte. Po. Jeta fillon dhe mbaron këtu. Po sikur ta ndjeki gjithë bota, mos i bëj tjetrit atë që s'do donin të
të bënin ty, çdo doje të bënin ty, nuk do kishte as kaq luftra, nuk do kishte as kaq shumë xhelozi, nuk do kishte as kaq shumë vrasje, as kaq shumë përdhunime, as kaq shumë inferioritet komplekse e bla bla bla. Sepse unë nuk e shaj dot Zhakun sepse unë nuk do doja që Zhaku të më shante mua. Nuk do ta dhunoja Zhakun sepse unë nuk do doja të më dhunonte një tjetër. Na është vrarë empatia, ajo ndërgjegje që them unë është empatia. Po. Ose karma, ose karma. Besimi pra, ne nuk jemi çdo gjë që bëjmë do na kthehet. Ne nuk jemi empatik si shoqëri dhe kjo është vrastare dhe na. Po. Të jap shumë të drejtë dhe mendoj që me këtë duhet të mbyllur ky podcast sepse ishte për mbyllje shumë e mirë, besoj. Dhe një leksion shumë i mirë moral. Jo, vërtet që mendoj që është që njerëzit duhet të reflektojnë mbi këtë. Më thon, isha po tallje byçën apo. Jo, nuk po tall. Po e mbyll më vërtet, sepse me vërtet që besoj se është konkluzioni më i mirë që edhe njerëzit duhet ta mendojnë. Mos i bëj tjetrit atë që nuk do dohet. Shumë e thjeshtë. Domethënë, ai si puna e Zotit, fshihet aty ku nuk e kërkon njerëzit, brenda vetes. Gjithë duan të gjejnë te tjetrit, te gurujat, te mantrat, te drograt, te tempujt, te gjitha, e ke brenda vetes. Aty ku nuk kontrollon dot, a kupton? God is inside you. Shumë bukur, shpend je i papar. Shumë faleminderit për intervistën. Ti në shtëpi. Ti biles ti ishe drejtuesja në këtë podcast, se morën pyetje. Po shumë mirë u kënaqa. Edhe faleminderit për ftesën. Absolutisht, domethënë ti e ke ftesën gjithmonë, edhe kur ti je në Gjermani do të bezdis, do të them fotemi në live. Me kënaqësi. Marrim edhe Altinin. Që na priste sot. Edhe uroj që në radhë parë duhet bëj një urim shumë personal. Uroj që djali jot mos të vojë siç kemi vojtur neve. Mos i ketë to pisliqe që na është dashur neve të mësojmë me dhunë. Uroj domethënë që të jetë i lumtur me nonë me bab. Edhe duhet t'ju ketë shumë për zemër juve që i keni dhënë një pasaport që në fund ditës i jep një farë dinjiteti. A kupton? Kjo është shumë e tmerrshme. Jo, më beso që pasaporta të jep shumë dinjitet. Nuk besoj te pasaporta, nuk besoj se pasaporta të jep dinjitet, se unë s'e kam ndryshuar për shembull asnjëherë pasaportën shqiptare. Edhe pse jam e martuar me gjerman, nuk e kam parë ndonjëherë të nevojshme. Dinjiteti është brenda njeriut. Mendoj unë, edhe është varet nga rrethanat, nga njerëzit me cilët ke të bësh, nga formimi, nga mendimi, po dinjitetin e mëson njeriu gjatë jetës. E mëson njeriu gjatë jetës, por neve shqiptarët vuajmë shumë me këtë pasaportën që kemi. Jo, pse më s'kam vujtur asnjëherë me këtë pasaportë. Po s'ke vujtur ti, po kam vujtur unë për shkakun. Pse? Në Fiumicino unë dalova vetëm se isha shqiptar me mjegër, sa kishte ndodhur Charlie Hebdo, edhe i madh që më thoshte rruaja të mjegrën. Nuk e di. Edhe të betohem gjysore që më pyeste mirë që nuk ngeli sa e ke numrin e këmbës. Po. Unë s'kam patë asnjëherë probleme. Në Fiumicino 30 minuta. Mbas në Serbi po kam patur probleme kur kam shkuar në Serbi në 2008. Në Serbi jo, s'kisha. Se shkova për punë, kisha një takim pune dhe atje më duket se pati një kështu me policën e kufirit, një lloj çarje që ku po shkon, pse po shkon, sa do shkon, ku do rish, kështu gjërash edhe jo në një dashamirësi shumë e madhe. Ajo ka qenë vetëm. Por Beograd. I ke dhënë një gjë që e ke bërë qytetarin e botës. Ka qenë është rastësi, domethënë që ka ndodhur edhe mendoj që kudo që të ishte i mbirë që do kishte lindur, unë do isha përpjekur që ta bëja qytetar bote të denj, siç jam bërë vetë, edhe këtu në Shqipëri. Por ti je bën me shumë, ti e di shumë mirë se Shqipëri jam bërë. Ti e di shumë mirë sa balë të shtetur ty, o Zhaku. Mirë, dakord, po në Shqipëri jam bërë, se kur u bëra unë bëhen të gjithë, nuk është problemi. Në Shqipëri u bëra. Dhe unë kam njohur në Shqipëri shumë njerëz që janë dhe shumë më për tu admiruar, domethënë. Po unë po flas me atë idenë që i ke dhënë një start
se unë do ta bëja me pasaportë metaforike dhe mund të keq kuptohet dhe ti ke shumë drejt që sqarove tjera, po themi që edhe një start ndryshe nga çfarë do të jepi në Shqipëri. Shofim, është akoma herët. Është dorën tënde deri 18 vjeç në dorën tënde. Po ta them dorën time dhe ti më shoqi, po do ishte një lloj rritja që do i bëj ati, edhe po të ishim këtu, dhe po të ishim një ndi, edhe do me thonë, do përpiqesha gjithmonë që atë bazën që do merrte të njëjtën bazë njerëzore dhe intelektuale kudo, pavarësisht vendit. Do përpiqesha unë. Do ta bëj unë pyetjen e fundit, sepse nuk do ta mbyll me atë ndërgjegjësimin. Po. Ata ka vrar egon ardha e djalit në jetë? Jo. S'ma ka vrar, për kundrazi më ka shtuar. Sepse dua. Jo, se dua të jem edhe më e mirë për ato, e kupton? Dua që ai të ketë një mama sa. Të bën të kompromentueshme o Zhaku. Atë bën të kompromentueshme. Të kompromenton fëmia. Të kompromenton. Normal që do vësh interesat e atij mbi të gjitha. Nuk kem the same Zhaku. Po, nuk është se kam patjetër që ato, domethënë vitet e para jam kujdesur plotësisht vetëm për ato, kam menduar vetëm për ato, por tani mendoj edhe për veten time. Sa vjeç është djalë? 2,5. Mendoj për veten time në sensin që si mendoj që 2 vjeç e gjys vetë edhe për veten tënde. Mendoj edhe për veten time, di pse, sepse mendoj që i mbir nuk do ishte i lumtur me një nën që do ishte gjysmë depresion, nëse nuk do realizonte ëndrat e veta. Ai shikon që shpend gazhe, ditë bëj mbylljen më të bukur. A di që po që ke di shpend gazhe, di edhe të ketë të ftuar më të mirë. Absolutisht po. Djali im tha, nuk do të donte kurrë që të kishte një nën depresive dhe me probleme të theksuara me veten. Nëse nuk realizon qëllimet dhe ëndrat e veta. Mbajni mend juve nënat e reja, juve që keni fëmijë, edhe juve që do bëni me fëmijë, që fëmia juaj nuk do donte kurrë t'ju shikonte në një gjendje të gjunjëzuar apo gjysmake. Ne nuk vlerësojmë sakrificën, e shikojmë me ndjeshmëri. Por dhe unë që sot jam 32 vjeç dhe nëna ime është relativisht e madhe, është 57 vjeçe, i them mendo për veten tani dhe mendo për dashurinë, fillo dashuroje jetën, dashuroje jetën, sepse s'ke pse sakrifikon më, sepse ndihem keq kur shikoj që sakrifikon për mua. Bravo. Mbajeni mend, fëmijët nuk na duan gjysmak, na duan të fortë. Kishim Zhakun ton sot, Zhakun më të mirë, Zhakun e vetëm. Louis Vuittonin e zhakrave. Louis Vuittonin e zhakrave, jo këto prodhimet kineze, fabriketit in India. Se që s'kishim si ta mbyllim ndryshe, dhe ju lutem mos na mbysni në 11 maj, se na fikët poçat, mos e jepni mbretit. As ati tjetërit. As anti-mbretit. Doktor, të gjithë të kanë natë vlla. Jo, amnisti fiskale dhe penale jemi në rregull bashkë. Të gjithë të kanë natë, doktor. Edhe ndryshojmë dhe kodin penal, jemi në rregull bashkë. Por ti e ke den se çfarë lufte kanë bërë për ty. Do legalizojmë të drogën, doktor. Kur kishim dhe Amerikën kundër, imagjino tani që kemi Amerikën edhe krah, prostitucionin, doktor. Do ta bëju mojiton, do ta presu biletën, do të shoqëroj edhe në Kuba, do ta gërcejmë edhe një samba bashkë, një rumba. Çan. Se vendosim, nuk e vendosim dot se na e pret. Hajde, ikim tash. Ikim. Doktor. Janë nxjerr gishtat. Mbyllë.